Ne shqiptarët e Maqedonisë, pas vitit 90, nisëm një betejë të re politike me aspiratat tona historike se si këmbë të arrijmë edhe ne ta bëjmë lëvizjen tonë përpara. U pa se aleatët tonë perëndimor nuk janë të gatshëm ta mbështesin idenë e gjithë shqiptarëve, si gjithë popujt tjerë të jetojmë në një shtet. Bashkërisht bëm kompromisin që brenda këtij shteti Maqedonisë ne të nisim rrugtimin tonë të në rend të parë autonomisë politike. Pse po përmende autonominë politike? Ju lutem keni parasysh këtë fjali të parë që thash, nuk e thash rastësisht, asnjëherë se kam thënë karrierën time fjalën autonomia politike e shqiptarëve të Maqedonisë. Më pastaj kjo mbi ndërtu me referendumin për autonomi politike dhe territoriale, që bëri atëherë kryetari PPD-s, Partia për Prosperitet Demokratik. Kjo nuk u realizu me shtytje, me ecje përpara edhe mendimin e Bashkimit Evropian me sugjerimin e Shqipërisë dhe të Kosovës, u shku drejt idesë së krijimit të shtetit përbashkët me Maqedonës. Më pastaj, partia e parë nuk pati sukses dhe me shpejtësi u paraqit opozita e vërtet shqiptare, Partia Demokratike Shqiptare, e cila që në hovin e parë i fitoi 2 qytetet kryesore, zgjedhje lokale, me shumë mund të të dhe gostivar. Më pastaj ardhja jonë me qeverinë u quajt si ringjallje apo rilindje e plotë e shqiptarëve të Maqedonisë, përveç kontributit madh që ne dham për çlirimin e Kosovës. Juve i kujtohet, du opinionit ja kujtoj se viti 98 është rilindja, rimëkëndja shqiptarëve dhe me shpejtësi të madhe për disa muaj shqiptarët filluan drejtojnë institucione jashtëzakonisht të rëndësishme për këtë shtet. Partia ishte shumë e fuqishme, tu fillu prej strukturave të Ministrisë së Brendshme, të Kulturës, Financave e kështu me radhë. Mund këtë kohë, kur ishte plani që ne shkojmë përpara dhe të bëhemi zot të këtij shteti ashtu si të tjerët, u paraqit Alia Meti me shokët e vet dhe theu procesin në gjys, e dëmtoi procesin dhe tentoi që ta shkatërroj organizimin politik shqiptarëve. Me këtë rast, ai me plot vetdije shkoi drejt lëndimit dhe likvidimit të Partisë Demokratike Shqiptare, fillimisht u keq përdor aspekti i kohës, romantizmit, çlirimit, dhe më pastaj me shpejtësi u pa se ai i zgjodhi dhe i rehabilitoi të gjithë kuadrët shqiptare të ish sistemit, komunizmit, të gjithë strukturat e UDBA-s dhe ngritën një parti politike me ndihmë të madhe të LSDM-s dhe rikthei procesin në situatë më të keqe se në kohën e Jugosllavisë.